Në Ulqinë, ekspertët e rajonit diskutuan sot për mundësitë e zhvillimit të përbashkët të turizmit mes malit të Zi, Shqipërisë dhe Kosovës. Një konferencë për këtë qëllim nxori në pa besimin në zhvillimin rajonal, duke marrë parasysh se vendet kanë kaluar histori të ngjashme dhe ndajnë të njëjtin vizion për integrimin evropian. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Ali Saleh, përgatiti kronikën. Në konferencën tripalshme me temën Mali, Zi, Shqipëria dhe Kosova, mundësitë e zhvillimit të prodhimit të përbashkët turistik dhe promovimit, për herë të parë ekspertët e këtyre vendeve diskutuan strategjitë e zhvillimit të përbashkët dhe rëndësinë e sektorit turistik në zhvillimin ekonomik të vendeve të rajonit. Në konferencë, një vend të rëndësishëm ju kushtua promovimit të gjurmave të përbashkëta kulturore, promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore, si dhe krijimit të paketave turistike rajonale. Përfaqësuesit e ambasadës së Shqipërisë dhe Kosovës në Malë të Zi të nisme përshkruajnë se shumë të rëndësishëm për njohjen e potencialeve turistike të vendeve të rajonit. Ky event për herë të parë organizohet në kuadrin trivial të këtyre shteteve për të bashkërenduar të gjitha qëndrimet ligjore, qëndrimet infrastrukturore, të gjitha kapacitetet që vëhen shërbim të një qëllimi për tërheqjen e një numri sa më të madh të turistëve të huaj në vendet e këtij rajoni. Turizmi rajonal në mes të Kosovës, Shqipërisë dhe Malezisë është jashtëzakonisht i rëndësishëm, të pas parasysh se jemi vende fqinje, të pas parasysh se kemi një histori dhe kulturë të përbashkët, kemi shumë shka që na bashkon, për këtë arsye duhet të japim një rëndësi jashtëzakonisht të madhe zhvillimit të turizmit në Kosovë, Shqipëri dhe në Malë të Zi. Edhe kryetari e organizatës turistike të Ulqinit, zonja Zana Sarvan, vlerësoi potencialin turistik të vendeve të rajonit si një mundësi për promovimin sa më të mirë të vlerave natyrore dhe krijimit të produktit të përbashkët turistik. Përfundimet e kësaj konferencë do shkojnë në atë aspekt që në sa më shpejt në vitet e ardhshme të kemi produktet e përbashkëta në të gjitha këto aspekte, qoftë atë në aspektin e turizmit të pushimeve, qoftë atë të turizmit kulturor, apo të bashkëpunimit në mes të shteteve. Deri tani shihet që të gjitha shtetet kanë resurse të mëdha të turistike të pashfrytzuara dhe unë jam e sigurt që nga ky vit kjo konferencë do të bëhet një konferencë e cila do të mbahet më së paktit një herë në vit dhe duhet të mundohemi që duke u nisur nga fakti që të tre shtetet shkojnë drejt Bashkimit Evropian të mundohemi që të shfrytëzojmë fondet e Bashkimit Evropian në këtë bashkëpunim. Konferenca Mali Zi, Shqipëria dhe Kosova, mundësitë e zhvillimit të prodhimit të përbashkët turistik dhe promovimit, nxorri në pa besimin e zhvillimin rajonal duke marrë parasysh se vendet kanë kaluar histori të ngjashme dhe ndajnë një vizion të përbashkët për integrimin evropian. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini,